E sot në studio kemi edhe drejtorin në shkollës së mesme të qytetit të Shkupit, Saraj Zotri Bedri Zhurecin, me të cilën do të flasim edhe për procesin e regjistrimeve të nxënësve në vit të parë, pasi që tani edhe pak na pret kjo periudhë kaq e lezetshme, po edhe e sikletshme për prindërit dhe nxënësit, dhe për gjithçka tjetër që lidhet me promovimin dhe zhvillimin e këtij institucioni. Përshëndetje Zotri Zhurec, dhe faleminderit që pranove ftesën kaq herët na vish në emision dhe të flasim pak edhe për shkollën e mesme Saraj. Përshëndetje dhe mirë se u gjeta në emisionin tuaj. Ne nuk jemi hera parë që jemi të folë për shkollën Saraj, për këtë gjimnaz kaq të bukur, kaq të përmbledhur, ku nxënësit kemi qenë edhe prezent aty, janë aq të disiplinuar nga ana e gjithë stafit dhe personelit. Jemi në prag të regjistrimit të nxënësve në vit të parë, sepse tani e kanë periudhën më të vështirë ata klasa e 9, ku nuk din ku të shkojnë, të ndahen nga shoqëria, mos të ndahen, drejtimin se ku duan të vazhdojnë, e duan një gjimnaz të rregullt, apo si gjimnazi juaj ofron edhe cilat drejtime? Po, çka mund të ofrojmë ne për nxënësit që na shohin? Duke pas parasysh, dhe me thënë, periudha është po e regjistrimit, por edhe mbarimit edhe maturanteve. Po, do lidhemi pak edhe aty. Muaj është i ngarkuar me plot aktivitetet të ndryshme, sa i përket regjistrimit, dhe me thënë, planifikohet që në muajin qershor, konkretisht në muajin e 6, nga 14 qershorit deri në 17 qershor të bëhet aplikimi online nëpërmjet vetfaqes që jep Ministria e Arsimit për secilën shkollë. Shkolla jonë sipas konkursit këtë vit ka parapar, dhe me thënë, 7 paralele. Përveç drejtimit gjimnazor ka edhe drejtimet profesionale. Në të ngërthejnë tonë drejtime gjimnazor, ai mjekësor, konkretisht motër medicinale, ekonomik me di profile tekniki ekonomisë dhe biznes administrat, si dhe nga viti kaluar funksionon edhe paralelja e parukerisë ose floktarisë, që është inovacion, dhe kemi një interesim nga të gjitha drejtimet maksimal që konkurrojnë në këtë shkollë. Sa paralele priten të Gjithsej janë 7 paralele, në numër janë 238. Mashallah. Që nuk është edhe pak se... Kena filluar shumë më herët me më pak nxënës, tash ka arritur këtë numër falë kushteve, kapaciteteve dhe kolektivit, konkretisht mësimdhënësve që japin mësim në këtë shkollë. Në fillimi, kishit besimin se deri këtu do mrini, se kaq do rritet numri, sepse jam e bindur që do shkon edhe më shumë e më shumë me kalimin e viteve? Fillimi ka qenë pak jo problematik, po me një ka qenë skeptik, mirë, po tash bëhet regjistrimi 10 i gjeneratës, konkretisht gjenerata e 10 regjistrohet në këtë shkollë, më vetë se ka kaluar ajo fazë e dyshimeve. Tash vetë se kemi konkurrencë të tepër dhe mos themi refuzojnë, por jemi të ngarkuar. Këtë doja të pyes, ka kriter për regjistrim? Po, secili drejtim ka kriteret e veta. Ne kemi kriteret të cilët jep pikat Ministria e Arsimit dhe nuk mund të bëjmë lëvizjen e pikeve për arsye se gjimnazi dhe drejtimi ekonomik janë nga 60 pikë, drejtimi mjekësor është 70 pikë, dhe drejtimi parukerisë 20 pikë. Dhe me thënë, secili drejtim ka pikët e veta dhe mbas pikëve nxënësit do të konkurrojnë në drejtimet që ato mendojnë që do të regjistrohen dhe do të mësojnë në këto drejtime. Këto drejtimet më profesionale që janë, cilat kushte ju afroni, sepse ka nevojë edhe për praktikë? Duke pas parasysh, dhe me thënë, vetë verifikimi i drejtimi që vjen nga Ministria e Arsimit, së pari aton komisionët për të verifikuar këto drejtime, duhet të plotësojnë kushtet. Një ndër kushtet është edhe mësimi praktik, ose me profile që janë hapur që nga viti 2021, ato kërkojnë edhe ushtrime, ose punën praktike. Puna praktike pjesërisht bëhet në shkollë dhe pjesa tjetër bëhet në për ndërmarrje dhe institucione shëndetësore apo institucione të ndryshme. Në qoftë se flasim për drejtimin motër medicinale, ose infirmeri, ajo praktikën e bën viti 2 në shkollë, ndërsa viti 3 dhe viti 4 e bëjnë në klinikën shtetërore Nën Tereza, në për reparte të ndryshme, të cilët kemi bashkëpunim me 26 reparte, varësisht nga nën drejtimi mjekësor, ato do të shkojnë dhe do të ushtrojnë ati praktikën ose ushtrimet, ndërsa sa i përket drejtimit ekonomik, ati që janë di profile, tekniki ekonomisë dhe biznes administrat,
Punën praktike, po ashtu vitet e dita e bëjnë në shkollë, ndërsa të treta dhe të katërtat në ndërmarrjet ekonomike. Fatmirësisht në komunën e Sarajt kemi ndërmarrje të ndryshme që janë edhe në top 10-in apo top 10-in e ekonomisë, duke i cekur Alma M, Dauti, Komerse, kështu. Të gjitha i keni andej. E bëjnë në për këto ndërmarrje ose firma gjigante. Ndërsa profili tjetër që është që di vite që funksionon, parukeri ose shqip të flasin floktari ma qartë, ato një bëjnë dhe me thënë në ndërmarrjet e floktarisë, praktikat, viti 2 dhe viti 3 kanë më tepër praktik, dhe të gjitha drejtimet dhe me thënë bas normativit, ligje që i kërkojnë ne i përshtatmi dhe kjo është ajo puna që edhe verifikon drejtimet edhe kemi rezultatet e para. Po ashtu drejtimi mjekësor këtë vit do të dalin dhe me thënë për spari herë dhe me thënë do të diplomojnë në shkollën e mesme Saraj, dërsa vitin harshim presëm edhe floktarët që të diplomojnë. Që ta kryen. Viti i parë që diplomon, pra pretendojnë nxënësit me njëherë të punësojnë, sepse ata që kanë shkollën e mesme të mjekësisë e kanë për infermiere e kanë më të lehtë, sepse me njëherë munden të kërkoj një vend të punës. Si shef nxënësit, sepse je edhe mjaft i ri edhe në moshë, jam e bindur se ke edhe një relacion të afër, duke i sugjeruar, duke i këshilluar, ata i shef se janë të gatshëm për të punuar, kanë atë entuziazmin? Dhe me thonë drejtimet që janë profesionale dhe ato gjimnazore gjithmonë, dhe me thonë në vitet e 4 bëjmë një orientim profesional, se më të tje ku do të vazhdojnë. Këtë vit dhe me thonë është kiqur edhe drejtimi mjekësor dhe ato shumica do të studiojnë, varsisht tash nota që i kanë pasur, besoj që kanë kaluar shkëlqishëm dhe janë klasë të mira, dhe do të vazhdojnë drejtimin mjekësor ose infermierim, mjekësinë e përgjithshme, inxhinierit biokimike dhe drejtimet mjekësore të ndryshme, të cilët do të kenë fatin të regjistrohen në fakultetet të ndryshme dhe do të urojmë sukses. Për krajën çdo herë kanë pasur dhe do ta kenë nga shkolla jonë konkretisht aty ku kanë mësuar. Po, fiks. Ky drejtim i parukeri sa ka interesim, sepse e dim se vajzat janë, sigurisht nga vajzat ka më shumë interesim. Duke pas parasysh tregun, edhe vajzat edhe djemt, po në regjistrim në qoftë se kemi maksimumin e regjistrimit 34 nxënës, çdo herë te parukeria konkurrojnë 60 e sa, dhe me thonë difi shkojnë në konkurim dhe është një problem, një telashe e madhe për pranim. Po e keni mendu ta hapni edhe një paralele pse? Kena kërkuar mirë, po do të shifna, do të kërkojmë drejtimet e kozmetikës e kështu me radhë, varësisht nga tregu edhe ne do t'i bëjmë aton punët që ka i kërkon tregu. Po si keni punët me përbërjen e përgatitjes profesionale të kuadrit arsimor? Kuadri arsimor gjithsejt ne në këtë shkollë jemi 78, prej tjerë janë 56 mësimdhënës ose profesor. Të gjithë janë të diplomuar, fatmirësisht kemi edhe doktorantë edhe magjistra, të cilët i ligjërojnë, dhe as pak nuk kemi problem. Kemi nga gjitha qytetet të mësuar, të cilët profilet e ndryshmi kanë të mbaruar dhe japin mësim. Po, juve keni kryesisht pjesën e Dërvenit nxënës? Kryesisht kemi pjesën e Sarajt, kemi të komunës Gjorgje Petrov. A vinë edhe nga Po, të Karposhit Nerezit, por edhe nga Çajri. Edhe nga Çajri? Po, ma herët i kishim ne, Çajri i kishte të Sarajt. Nuk janë numri madh, mirë, po, me gjithat ka. Po, mjafton që ka filluar edhe interesi. Si është raporti me prindërit? Kanë besimin absolut tek ju si shkollë për sigurinë, sepse njiheni se jeni një ndër shkollat më të sigurta. Sa i përket raportit ose tregënësit pedagogjik, është edhe ligjore edhe etike themi morale, që prindit kujdesen për fëmijët e tyre dhe çdo herë kemi mbledhja apo takime të cilët kanë të drejtën e tyre, të vinë të pyesin për kushtet, për fëmijët, për nxënësit që mësojnë aty dhe të sugjerojnë diçka ose dhe një kërkesë, dhe një ankesë, dhe një kërkesë, pa marrë parasysh se çfarë kanë, jemi të hapur dhe kemi takime të ndryshme. Po ashtu, përveç prindve kemi bashkëpunime edhe me komunitetet, me ndërmarrjet, me institucionet shëndetësore, e kështu me radhë. Me thënë jemi të hapur. Po ashtu nga ana tjetër nxënësit funksionojnë atë themi binomi nxënës profesor dhe kanë vijat e tyre të kuqe deri ku mund të flasin për pozitivitetet që mund të bëjnë në shkollë, ndërsa për sugjerimet jemi të matur edhe ne si profesor, edhe nxënësit kemi ato raportet njerëzore, nxënës profesore kështu me. Keni ndonjë strategji specifike këtë vit për të tërhequr nxënës edhe më shumë?
Po çdo herë ne përveç bursave që japim shtetërore, kemi edhe bursat vetanake, të Na cilat trego pak më. ato bursat vetanake janë ato të cilët janë nxënës të shkëlqishëm dhe konkretisht vitin e kaluar kena pas 25, tash do të jenë 30 bursa, të cilët ato vetë shkolla i menaxhon me ndërmarrjet ku gravitojmë ne si shkollë dhe i ndihmojnë për 9 muaj të cilët ato mësojnë dhe marrin në thojza të themi një rrogë të vogël. Po, okej. Pse, neve krejt kemi qenë zënës dhe menzi kemi pritë që dikush na jep një denar të vogël vetëm e vetëm ta kalojmë ditën. Këto finansa i organizoni ju me ndërmarrjet? Do me thonë, nëse nëna si shkollë, tash numëron shkolla 711 nxënës. Projektiri janë 100 bursistë që finansohen, 70 nga shteti dhe 30 me vetë finansim, prej ndërmarrjeve nga komuna e Sarajit. Kush e mori këtë iniciativë, juve? Vetë shkolla dhe që funksionon afër 6 vjet, mirë pa ato që donatorët nuk janë të treguar, vetëm finansojnë. Ata do me thënë nuk hezitojnë as pak? Jo. Çdo herë, çdo vit shtohen, do me thënë kena filluar nga 20 bursistë, tash kena arritur 30. Në 30. Po si ka qenë trendi i regjistrimeve vitet e fundit, sepse e përmendet edhe në fillim që shkon në rritje e sipër. A mund të jetë edhe kjo pozitiviteti që ofroni, siguria që ofroni, ndihma, qoftë morale, qoftë financiare që ofroni, të jetë një ndër arsye që nxënësit të shohin veten më të sigurt dhe më të qasshëm drejt jush? Duke pas parashis se tash mësimi i mesëm është bërë obligativ dhe nuk mund të themi përparësit apo mangësit. Një ndër përparësit është drejtimet, që janë pak më atraktive dhe janë më të përshtatshme në treg. Së shpejti me këto drejtime që kemi, mund të hinë edhe në punë. Do njëherë themi pse këto drejtimet shumë profesionale. Maqedonia është një vend i vogël, kisha thënë 2 milion banor dhe këto drejtime mendoj që ma tepër në treg janë të futura. Një dhe dita më afër shkollës, dhe me thënë që janë komuna e Sarajit dhe këto janë komuna tjera përreth, besoj që aton. Po ashtu edhe kushtet, siguria, mësimdhënësit, projektet të ndryshme ndërkombëtare, Erasmusët e bëjnë edhe atë punën tjetër, garat shtetërore, ndërkomunale, komunale, e kështu me radhë. Të gjithë nga pak ndikojnë që të jemi këtu ku jemi. Këtu ku jemi, po. Përmendet garat, përmendet Erasmusin, këto doja të them edhe cilat janë projekte që i bëni jashtë shkollës. Kemi dëgjuar për Erasmus, shkëmbimin e nxënësve. Shkëmbimin e nxënësve, po ashtu edhe mësimdhënësve. Kemi afër 4 programe të cilët shkojnë për shtetet të ndryshme, bashkëpunime të ndryshme, po ashtu edhe ato në vijnë te ne dhe këmbejmë ide të ndryshme mes shkollave dhe punë të mira që i shohim atje mund t'i marrim, ndërsa punë të këqija nuk jemi të interesuar. I lejmë tonat atje, i largojmë nga veja. Tonë është njëra, tjetra punë është garat i përmende. Garat të cilët të marrin pjesë në garat të ndryshme, meqense ne kemi profile të ndryshme, edhe gjimnas, edhe drejtimi mjekësor, edhe drejtimin ekonomik dhe parukeri. Dhe të gjithë ati ku ka gara ne jemi prezent dhe çka mund të fitojmë, ajo është një rezultat i mirë për shkollën dhe shohmi vetin se ku jenë si një indikator sa ecim më parë apo themi më pas. A i shihni këto garat si një shenjë edhe si një mësim, se shembull këtu kemi deviju, mund këtu të fokusohemi më shumë, këtu jemi pak më mirë? Po tash për korektësi apo themi të ketë korektor, janë indikator që tregojnë ndonjëherë se varësisht se kur jetë çfarë niveli dhe ku shkon shkolla në çfarë drejtimi. Fatmirësisht kena ndonjëherë që kena rezultate të mira, ndonjëherë është vetëm pjesëmarrja, e kështu me radhë. Me rëndësi është vetëm. Me rëndësi, po megjithatë ku merr pjesë në gara, ajo është fitues. Se sheh vetën edhe çfarë mund të fitosh prej atyre, po ndonjëherë edhe shpesh fitoj. Për 10 vite shumë ndryshime. Cili është vizioni juaj për të ardhmen e këtij gjimnazi? Ku e shihni shkollën e mesme të Sarajit pas 5 viteve? Nuk shkojmë as më larg. Duke pas vizionin, besoj që dhash Zoti një herë shëndet, mandej të tjerat, tash jemi shumë mirë, po pas 5 viteve ndoshta edhe shumë më mirë, po garantoj që do të jetë mirë. Do njëherë edhe themelet ku i kanë të mira dhe
më të jej shtëpia do të rritet edhe do të shtohet. Patjetër. Edhe një pyetje për fund, dua një mesazh për të gjithë ata prindër që po na shikojnë dhe janë në dilemë sepse një rol shumë të rëndësishëm luan edhe prindi në vendimin e fëmijët për të regjistruar në shkollë të mesme, sepse pak nxënësit janë të pa vendosur sepse ende nuk e dinë se çfarë duan. Prindi luan një rol të rëndësishëm. Çfarë mesazhi don të jepsh prindërve të cilët janë ende të padefinuar se ku duan të regjistrojnë fëmijën e tyre? Duke pas parasysh, prindi është faktor kyç për vendosjen se ku do të shkon fëmia i tyre, po ashtu edhe mësimdhënësit që janë në përshkollat fillore. Ne do të kemi atë programe, po ashtu edhe do të prezantojmë në përshkolla, po si sugjerim, si të jap një mesazh apo lajm se aton vendosin për ardhmërinë e tyre. Ati ku ti don zemra le të shkon. Sa përket kushteve në shkollën e mesme të Sarajit, derët i kanë hapur dhe ne as nuk do të livdromi, as nuk do të shajmë. Le të vinë, le të shohin dhe le të përzgjedhin, po besoj që nuk do t'i zhgënjejmë dhe i mirëpresim. Kushdo që të vinë, kena profile të ndryshme dhe besoj që do t'jetë shumë mirë. Ju faleminderit për modestin, faleminderit për faktin që gjithmonë e flisni të vërtetën dhe nuk më tentoni që ti zmadhoni gjërat, po i flisni ashtu. Ka për me hiperbolizuar. Ti hiperbolizoni gjërat, po ashtu si që janë, bile edhe me thjeshtësi dhe me modesti i tregoni gjërat. Unë shpresoj që për 5 vite ta zhvillojmë një intervistë ku do keni edhe shumë drejtime tjera dhe shumë gjenerata të suksesshme dhe normalisht shembuj të dalë nga shkolla e mesme gjimnazit të Saraj. Faleminderit edhe nga ana juaj, duke pas parasysh se emisionet tuaj na kanë përkrahur edhe më parë, por edhe tash çdo herë ju uroj edhe juve sukses dhe paçi shëndet. Ju faleminderit.